Ju duhet vetëm uthull molle, ja maska që bën mrekulli për 5 minuta. Asnjë nuk do të ketë flokë të yndyrshëm që duken të pis dhe të vajosur. Flokët e yndyrshëm janë pasojë e prodhimit të tepërt të sebumit nga gjëndrat dhjamore të kokës. Flokët e yndyrshëm mund të heqin shkëlqimin natyral të flokëve dhe të shkaktojnë hollimin e tyre. Skalpi i kokës përmban kërputh të njohur, e cila kur rritet në mënyrë të pakontrolluar shkakton irritim, zbokth dhe flokë të yndyrshëm. Thjesht ju duhet që të përzieni disa lugë gjelle uthull molle në një gotë me ujë dhe aplikojeni solucionin e përgatitur në shtëpi. Përzierja duhet të jetë në kontakt me skalpin dhe rrënjët e flokëve. Ju mund të përdorni një kuti spray për një aplikim më të mirë. Lëreni uthullën për 20 minuta dhe më pas lajini flokët. Përsëriteni këtë trajtim 2 deri në 3 herë në javë. Mos harroni që t'i lani flokët më shpesh. Në rastin e flokëve të yndyrshëm duhet t'i lani flokët më shpesh në mënyrë që shampo të heqë pa pas ndërtit.